Kryetarja e Kuvendit Elisa Spiropali në fjalën e saj në forumin Parlamenti për qytetarët theksoi se Shqipëria ndodhet para portave të Bashkimit Evropian dhe po ecën vendosmërisht për të bërë pjesë me të drejta të plota në familjen evropiane në vitin 2030. Shqipëria ndodhet aktualisht para portave të Bashkimit Evropian dhe është vendi kandidat që ecën më shpejt, më vendosmërisht dhe më qartësisht drejt familjes evropiane, me ambicien që të përfundojë negociatat teknike brenda vitit 2027 dhe të bëhet antar me drejtat plota i Bashkimit Evropian brenda vitit 2030. Kryeparlamentarja ftoi kandidatët për deputet në zgjedhjet parlamentare të 11 majit të shpalosin alternativat për të cilat konkurrojnë, në mënyrë që qytetarët të kenë mundësinë të gjykojnë dhe vlerësojnë programet që ju paraqiten. Ne pothuajse kemi hyrë në fushatën e zgjedhjeve parlamentare të 11 majit dhe ky është një rast i mirë për të gjithë kandidatët ndërtojnë një dialog të hapur e të sinqertë me qytetarët, shpalosin alternativat për cilat konkurojnë, bindjet e tyre, të dëgjojnë mendimet, vlerësimet dhe kritikat e zgjedhësve. Po kështu edhe qytetarët kanë mundësinë të gjykojnë programet që u paraqiten dhe të vlerësojnë ato në përshtatje me pritshmëritë e tyre, edhe personale, edhe komunitare, edhe të vendit. Kryetarja e Kuvendit vlerësoi projektin e ndërtimit të një platforme midis Kuvendit dhe qytetarëve, në mënyrë që bashkëpunimi i këtyre të fundit të rrisë kontributin dhe cilësinë në veprimtarinë e Parlamentit.